Përshëndetje të gjithëve. Më bëhet zemra mal kur shikoj kaq shumë njerëz të mbledhur në shes për një qëllim të bashkuar. Por gjatë këtyre ditëve kaq intensive, kaq të zjarrta të protestave tona, kemi pasur shumë debate si popull, si aktivist, dhe një nga debatet ka qenë që nismëtarët e protestës, atë dalin, atë mos dalin, se mos mërzitet populli, mos duket si përvetësim. Unë jam që për të shpëtuar protestën nga ata që tentojnë ta kapin, nismëtarët duhet të shpallen, pastaj për të mos bërë protagonizëm, të ngrihet një kuvend kombëtar nga gjithë aktivistët, të gjitha grupet, të gjitha krajinat. Kjo është një domosdoshmëri, sepse protesta nuk mund vazhdoj pafundësisht vetëm në ngjitje. Do vi një moment që nga ngjitja do vi drejt zbritjes dhe nuk duhet ta lejojmë, sepse nëse kjo protestë mbet, atëherë do instalohet një diktaturë 10 herë më e egër se kjo që kemi. Një autokraci. Prandaj unë kam gull që ne për të sjellë Shqipërinë e re duhet të ndërtojmë një sistem të ri. Dhe sistemi i ri nuk mund të nisë kuturu. Le të thrasim një kuvend kombëtar ku të gjitha forcat përparimtare të shoqërisë shqiptare të bëhen bashkë në një tryezë të madhe me qindra njerëz, ku do të ketë disa rregulla komunikimi që për të marrë vesh dhe për të marrë vendime efikase, le të jenë të larmishme të gjitha grupet, se normal që janë të larmishme, përfaqësojnë gjithë shoqërinë, por na duhet patjetër një tryezë kombëtare, një kuvend kombëtar do ta quaja unë. Nuk e di sa dakord jeni, por ju bëj thirrje të gjithëve që jeni në shesh, të mos e nëvlerësojmë të pikë, ju lutem. Nëse jeni dakord, jani të ngrem një kuvend kombëtar gjithë përfshirës, ku të jenë që të gjithë, përveç partive të vjetra, të sistemit të vjetër. Dhe përveç atyre forcave që duken si të reja, por nuk janë aq të reja sa duken. Dhe sa gjithë të tjerët të përbashkohemi në një tryezë dhe të arrëzojmë të sistem të kalpur. Përveç kësaj doja të thosha, ju lutem të gjithëve të mos e zvogëllojnë protestën. Jani ngulmoni, varet fati jonë, varet fati i fëmijëve tanë nga kjo protestë. Ta shumojmë, ta shtojmë, të mos e taksojmë. Ju falenderit gjithëve, qëndrojmë të bashkuar deri në fitore.